Garë midis pushtetit dhe opozitës se cili do të propozoj iniciativën për formimin e Komisionit Hetimor për Koçanin. Mëngjesin e sotëm gjatë koordinimit tek kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, LSDM dhe Levica u njoftuan se iniciativat e tyre do të kthehen për përpunim, sepse nuk është në përputhje me rregulloren. Konkretisht ata kërkojnë që komisioni prej 15 antarësh të ketë 9 nga opozita dhe 6 nga pushteti. Në nenin 3 të iniciativës, përbërja e propozuar është 4 antar nga LSDM, 4 nga BDI, 1 nga Levica, 3 nga VMRO DPMN, 2 nga Vlen dhe 1 nga Znam. Sipas rregullorës, të gjitha trupat punues, përfshirë edhe komisionet hetimore, duhet të kenë përbërje proporcionale me përbërjen parlamentare të forcave. Kjo do të thotë që shumica në komision duhet të jetë nga pushteti, ndërsa kryetari zgjidhet nga radhat e opozitës. Duke qenë se ky rregull nuk është respektuar, iniciativa u kthye për përpunim. Në të njëjtën kohë, Bojan Stojanovski nga VMRO DPMN informon se së bashku me Vlen dhe Znam kanë dorëzuar një iniciativë për komision hetimor. Përkundër propozimit të opozitës, në këtë iniciativë kërkohet që 10 antar të jenë nga pushteti dhe 5 nga opozita. VMRO DPMN të ketë 7 antar, LSDM 2, Fronti Europian 2, Vlen 2 dhe nga 1 nga Znam dhe Levica. Përveç Koçanit, kjo iniciativë do të trajtojë edhe aksidentet e tjera si Durmoturs, Besa Trans dhe spitalin modular në Tetov. Ai tha se përfundimet do t'i dorëzojnë prokurorisë për t'i filluar procedurat për përcaktimin e përgjegjësisë së të gjithë të përfshirëve në aksidente. Случай не треба да биде политизиран, туку треба да биде проширен на сите трагедија, не само една, бидејќи во изминатиот период можевме да видиме дека дури и оние лица за претходните трагедии кои што се опфатени со судски пресуди, едноставно или не ги извршуваат затворските казни, или едноставно и оние кои што се оштетени и јавноста има чувство дека едноставно вистинските виновници не се изведени пред лицето на правдата. Затоа ќе направиме извештај и ќе го доставиме и до владата и до јавното обвинителство на понатамошно постапување. Nga Fronti Europian thonë se e pranojnë propozimin që të trajtohen të gjitha aksidentet deri më tani. Do të diskutojmë, por ne kemi thënë në kontinuitet, do ta shohim njëherë çfarë përmban ai material, po i VMRO DPMN-s, por e kemi thënë që pra qëndrimi ynë ka qenë që do të mbështesim çdo iniciativë për hulumtimin e të gjitha deri në fund të gjitha fatkeqësive që kanë ndodhur deri tani. Për rastin e zjarrit në Koçan është nisur tashmë procesi gjyqësor, ndërsa të afërmit e viktimave vazhdimisht protestojnë duke kërkuar drejtësi dhe garanci se institucionet nuk do të lejojnë më kurrë tragjedi të tilla.